Qepa apo preshi, cila është më e shëndetshme për trupin ton? Kur e hani qepën të pagatuar, ajo ka më pak kalori dhe i ndyr në krahasim me preshin. Sipas ekspertëve, nëse jeni të përqendruar në uljen e sasive të kalorisë, rënies në peshë apo ruajtjes së peshës, atëherë zgjidhni qepën. Megjithatë, si preshi, ashtu edhe qepa kanë yndyrë dhe kalori. Aroma do t'ju bëjë që të hani më pak qepë sepse është shumë e fortë. Qepa përmban më pak sodium se preshi. Preshi është i pasur në disa vitamina dhe minerale në krahasim me qepën. Në 100 gram presh gjenden 2,1 gram hekur. Të dhënat për qepën dhe preshin tregojnë se përmbajtja e kalciumit tek preshi është më e lartë me përjashtim të qepëve të njoma, dhe hekuri është i domosdoshëm përpara ndalimit në anemisë dhe kalciumi gjithashtu mbështet shëndetin e kockave. Preshi përmban sasi të larta të vitaminës C në krahasim me qepën dhe preshi përmban edhe vitaminë A, ndërkohë që qepa jo.